Dritat festive kanë zbukuruar pjesërisht Tiranën. I garantojmë qytetarëve që Tirana do jetë shumë herë më e bukur se ka qenë vjet. Ky ndryshim nga rregulli i pashkruar që ndiqet thuajse çdo vit nga Bashkia e Tiranës ka një arsye. Ndryshe nga viti kaluar, ne kemi filluar të ndezim që tani, që herët. Kjo jo për ne arsye specifike, thjesht për të krijuar një atmosferë të gëzueshme që në ditët e parë të nëntorit. Jemi në sinkron edhe me vende të tjera të Europës, të cilat e kanë nisur arredimin e qyteteve. Flasim qytete si Vjena, si Barcelona. Kemi vijuar të ndezim ato rrugë që ne i kemi zbukuruar, nuk i kemi lënë deri me datë 6. Por këtë vit Bashkia ka menduar që të shtojë rrugët që do të mbulohen nga dekori me llambushka shumë gjyshe për ta shtrirë festën dhe ndjesinë e gëzimit edhe për te qendrës. Kemi planifikuar dhe disa rrugë të tjera që zbukurohen, për shembull rruga Lidemi, rruga Elbasanit, rruga Dibrës, disa ura përgjatë lumit Lana, pra flasim rrugën e Brylit, rruga Elbasanit dhe në vijim poshtë, ku do të shfaqen dhe do të zbukurohen me disa modele të tjera që ne kemi parashikuar dhe kemi menduar që muaj më përpara. Sërish epiqendra e festimeve do të jetë sheshi Nën Tereza, i cili do të rikthejë fshatin festiv duke ofruar aktivitete, sport dhe ushqim. Por simboli i festës, pema e Krishtlindjeve dhe vitit të ri, këtë vit do të ketë një tjetër destinacion jo të largët, për shkak të punimeve në sheshin Skënderbej. Do të kemi pemën e madhe të vitit të ri, simbolin e vitit të ri, që do të vendoset në sheshin Skënderbej, pra mbrapa Skënderbeut, do të krijohet një platformë aty dhe aty do ta vendosen. Sipërmarrjet private angazhimin për festa nuk e kanë harruar edhe këtë vit, për zbukurimin e objekteve dhe rrugëve kryesore. Disa prej tyre janë ofruar që të arredojnë rrugë, apo objekte, apo parqe, apo lulishte që i përkasin Tiranës. Edhe pse ndriçimi dhe atmosfera çdo ditë më shumë po mbulon Tiranën, 6 dhjetori do të jetë dita kur zyrtarisht ndizet pema simbole festës.